Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithin që transmeton Imam Buhariu dhe Imam Muslimi në sahihun e tij, thotë kështu: do të ndjekni, do të ndiqni zakonet e popujve para jush, pllomb pas pllombe, llor pas llore, derisa ata nëse futen në vrimën e hardhusës, ju aty do të futeni. Të pranishmit thanë: ja Rasulullah, a krishterët dhe hebrejët janë ata që do i ndjekim hap pas hapi? Tha Muhamedi alayhis, po kush nëse s'janë ata? Ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është mrekulli. Atë që e ka treguar në fillimin e Islamit ka ndodhur me kalimin e kohës, e sot ne e shohim vazhdimisht fatkeqësisht në shtëpitë e muslimanëve, në shkollat e muslimanëve, në ambientet e ndryshme të muslimanëve. Ata festojnë festat e feve tjera, krishterëve, hebrejve, ateistëve, kurse në anën tjetër askush prej tyre nuk i feston festat e muslimanëve, dy bajrame që i kanë. Andaj kjo largpamësi e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e cila erdhi nga dituria që dha Allahu dhu xhelal, është dëshmi e pejgamberisë së tij dhe insistim që ne sot të ndjekim udhëzimet e tij. Dhe për këtë shkak ky hadith është argumenti më i madh për gjithë muslimanët, pa marrë parasysh a kanë uniform fetare apo nuk kanë, pa marrë parasysh se çfarë pozite në hierarki kanë. Ky hadith është argument se muslimanët nuk duhet të ndjekin hapat e popujve tjerë në pjesën e ligjeve, metodologjisë dhe ritualeve. E festat kanë të bëjnë me botkuptime fetare. Dhe për këtë arsye besimtari duhet me qenë i mençur, krenar, i ditur dhe normalisht besnik dhe i sinqert në fenë e tij. Dhe nuk ka nevojë me qenë dy ftyrësh apo shumë ftyrësh. Nuk ka nevojë të jetë kameleon. Unë jam ky dhe kam fenë time, ju jeni ata dhe keni fenë tuaj, dhe gjëja është e qartë. Unë ndjek timen, ju vazhdoni ndjekjen e tuaj.